shkollës edhe fillore dhe të mesme nuk ka drejt celularën me pas me vetin në orë të mësimit. Nuk ka drejt me përdorë celularën në orë të mësimit. Si që potencohë më herët që shumicën e kohës fëmijët e kalojnë në shkollë. Jo, shumicën e kohës fëmijët e kalojnë në telefon. Për shkak se fëmijët edhe kur vinë në shkollë nuk janë klasë. Mirë po janë nëpër telefona. Interesimi i nxënësve, qoftë shkolla fillore, qoftë shkolla të mesme, për mësim është zero. Domethënë niveli nxënësit sa të vinë në shkollë për socializim, për të po me shokun ose me shoqen, për të bërë video virale për TikTok, për Snapchat, për Instagram, me bo video, me bo show, me bo ajgare, domethënë ma shumë vinë. Kjo është si shkak pasojë ose si vajtor familja, për shkak se prindi, nëna ose babaj nuk duhet me jep telefonin fëmijës në shkollë fare. Alinda? Po, veç në shumë raste, po është një urlidhse që me mujt me raportu fëmijët që ato raste që apo ju ndodhen. Mu më ka ndodhë zakonisht më dërgojnë video, audio, inqizime tila. Mirë, po ndojnë të shkëputura, mu po vjen shumë keq se videot, voice recordet, po vinë të shkëputura. Po veç pastaj janë institucione po që vinë të shkëputura, se cili fëmijë, le të inqizon edhe veten e tij se cilat janë, ku e dinë atë cilat janë fjalët që i ka thonë nxënësi, mësimdhënësit. Edhe unë vetë kam qenë mësimdhënës. O një dosë kësaj për ashtan edhe rrjetet sociale. Asnjëherë s'kam pas probleme me nxënës, për shkak se nuk kom dhënë hapësirën. E kam pas çështjen, e kam pas shpjegimin, e kam pas vlerësimin, i kam pas metodologjitë e mia. Asnjë moment nuk kam lënë hapësirë që nxënësi me pas hapësi me mua. Për shkak se nxënësi nuk din me kontrollu hapësinë. Nuk është që ke marrë sjellje provokative ose një prishje të disiplinës. Pra që do të thotë se sipas narrativës tonë tash po tregon që roli profesionalizmi dhe etika e mësimdhënësit luan një rol shumë të madh. Na normal, na nuk do ta shohim edhe ta interpretojmë me ekstreme të kundërta realisht. Ne duhet të kuptojmë edhe mësimdhënësi është një qenie sociale, emocionale, psikologjike, edhe mësimdhënësi pse ka mësuar një profesion dhe ka kryer një fakultet për një lëndë të caktuar, nuk do të thotë që s'ka problemet e veta, nuk do të thotë që s'ka çrregullimet e veta emocionale dhe psikologjike, nuk do të thotë që s'ka frustrimet e veta që nuk din me i adresu dhe me i procesu realisht tutje. Prandaj nuk është qëllimi si me demonizu realisht ose me fajsu njërën palë ose tjetrën palë. Qëllimi është çfarë mekanizëm